Shira, ju jeni ndër 12 nxënëse ekselente të shkollës Rama Mersy. Si e keni arritur? Të lutem më tregoni diçka nga përgatitja juaj sistematike si nxënëse. Atëherë notat e mia janë si rezultat e punës sime të palodhur dhe vullnetit tim për mos hequr dorë nga asgjë. Dhe duke kërkuar nga vetja akoma më tepër çdo ditë. Kjo, domethënë, të gëzon ty dhe të vlerëson për ta vazhduar më tej studimet në shkollat e larta? Patjetër, shkolla më motivon, gjithashtu gëzoj veten time, gëzoj dhe familjarët e mi me rezultatet e mia. Nota 10 ka qenë nota që keni marrë gjithmonë gjatë këtyre viteve në këtë shkollë dhe kur keni qenë në shkollat e tjera apo? Po, patjetër, që në fillore dhe në nënvjeçare mua më ka shoqëruar gjithmonë mesatara 10 dhe notat e shkëlqyera. Esra, si e vlerësoni gjithë të përgatitjet tuaja? Jeni shpallur nga nxënëset ekselente të shkollës. Mua më pëlqen të mësoj edhe gjithmonë, domethënë, nga dëshira që kam pasur për të mësuar, kam arritur që të mësoj sa më shumë, gjithashtu për këtë më kanë ndihmuar edhe mësuesit të shkollës. Domethënë, më pëlqen shpjegimi që ato bëjnë dhe kuptoj mësimin. Dhe është këmbgulja që bëj vazhdimisht për të mësuar sa më shumë që më ka sjellë në vendin që jam sot. Kështu do të vazhdoni derisa të marroni maturën, do të jeni ekselente, do të harruani këtë vend? Për mua rëndësi ka që të marr sa më shumë njohuri dhe besoj se nëse domethënë arri të marr sa më shumë njohuri edhe mund të arri diçka të tillë. Po synimi im kryesor është të marr sa më shumë njohuri. Edhe të shpallesh nxënëse ekselente, një ndër nxënëset ekselente. Ky është motivi? Domethënë motivi im është marrja e diturisë, domethënë edhe për shkak të këtij motivi arri që të jem një nxënëse ekselente, po nuk është kjo arsyeja kryesore. Cila është arsyeja kryesore? Domethënë thjesht marr dituri, domethënë më pëlqen që të mësoj.